Gjithmonë i hin hak arpagjikëve, nuk e di pse. Në gjithë këtë sukses të madhin tonin, e cekëm familjen, e cekëm punën e jashtëzakonshme tonën personale në basketbol, e cekëm punën jashtëzakonshme të menaxhmentit. Cili është roli i arpagjikëve? Shumë mirë, shumë pyetje me vend, edhe gjithmonë e kam kështu në mendje tem, gjithmonë i hin hak arpagjikëve, nuk e di pse. Zakonisht kur më ftojnë në intervista të sporteve ekskluzivisht, gjithmonë janë ato pyetjet e sakta të prime, edhe mu sikur më dalin prej menës, jo me dëshirën tem, po gjithmonë të munu me i përgjigj pyetjeve të gazetarëve dhe gjithmonë i harroj pa dashje, që doja mi kërku falje me të vërtet arpagjikëve, në veçanti arpagjikët junior. A ka dhe juniora? Po, ka junior, janë tepër të mirë, janë shumë të lezetshëm. Uja ho zemrën. Shumë janë të mirë, me bo me i pa, loqjat e vogla, kërvimina për krah, janë tepër të mirë. Arpagjik në veçanti i du shumë, po këta juniorat e vegjës, me gjithë respektin për këtë tifozërin në Kosovë. Po, janë shumë veçant, edhe e di, janë një për tifozërive, mendimi e mosh, se mund është me më kryqëzune e kush, janë prej matë besnike që unë i njo, se e dojnë klubin edhe në dështimet e tyne më të mdhaja, në momentin të tyne më të erta e kanë dosh klubin, edhe në momentet më të mira e përkrajnë klubin, dhe më thënë neve, lirin, bashkimin mashkujve, krejt ekipet e Prizrenit që janë, arpagjikët janë gjithmonë aty, edhe unë do shta një falendrim të veçant, mi bo krejt arpagjikëve, edhe mi thonë që dashnia atyne është për një me e pakusht, edhe është lojtari 6 i ekipit, normal. Unë e konsideroj si edhe na si qytet duhet mi përkroshëm. Shumë e vërtet. Në çdo aspekt. Edhe financiarisht. Po. Se si e the edhe vetë, është në basketbol është lojtari 6. Po, shumë e sakt. Edhe shkollezit e më i madh, unë s'po di tash çfarë marrëdhënie kanë me tifozëritë e tjera, po arpagjikët janë diçka më të veçantë. Kur janë krijuar arpagjikët janë të veçantë. Sot janë veçantë edhe jo mi sigur që kanë me qenë veçantë. Kështu që bravo, shqyqyr që ju kemi, edhe juve, edhe... gjithë në mas çdo ndeshje më shkruajnë, janë domethënë ja 3-4 ashtu liderat e arpagjikëve që më shënojnë pas çdo loje që nuk harrojnë, gjithë më shkruajnë, edhe për një me është për çdo lavdat, edhe unë po them që ndoshta edhe na duhemi me bo ma shumë për ta, ose patjetër. Thjesht nuk kushton kur gjë ndoshta na me nejt me ta dhe privatisht, se na shumë pak po kemi kohë ndoshta pi lojë stërvite, nuk po na bën ndoshta kur me shku dhe tek fan grupi i tyne. Kur po thomun e qion tepër të mirë, i kom një 3 ose ndoshta më shumë se 5, që takona në baza ditore. Po. Nuk vrejen ata qion asin. Unë nuk kisha qujt ultra janë shumë të edukum, shumë janë të po janë tult ultra janë për qytetin e vet. Për këto janë për lakmi.